Fillimisht vazhdojmë që ta përgatisim shërbetin e baklavas. Sot po përgatisim një baklava ndryshe, pasi shumë nga ju e keni kërkuar që ta risjell edhe një herë me video recetë. Do të kemi nevojë për shërbetin e kësaj baklavaje për qumësht. Në total do të përdorim 500 ml me qumësht. Shtojmë një tenxhere. Tani, tek qumshti, vazhdojmë e shtojmë edhe masën e sheqerit. Pasi po bëhet fjalë për shërbet baklavaje, është shumë normal që të shtohet një sasi pak më e madhe e sheqerit. Në 500 ml qumësht duhet të shtoni 500 gram me sheqer. Përzijeni mirë dhe vendoseni në zjarr mesatar dikun për 7 deri në 8 minuta, derisa shërbeti të nxihet, sheqeri të tretet dhe të shkrihet. Ky shërbet nuk duhet që të vloj, pra thjesht të tretet sheqeri të qumshtit në zjarr mesatar dikun për 7 minuta. Dhe dikun pas 7 minutave në zjarr mesatar, pasi që të vreni që është nxehur mjaftueshëm qumshti dhe dalloni që sheqeri është shkrirë dhe është tretur, largoni menjëherë nga zjarri. Në shërbetin e kësaj baklavaje duhet që të shtojmë edhe krem pana ose hopla për ëmbëlsira. Në total do të shtojmë 300 ml. E shtojmë kremin pana dhe përzijmë mirë. Këtë e bëjmë që mos na çullet baklava, sepse nëse e lëm vetëm me qumësht dhe sheqer, shërbeti do të bëhet shumë i hollë dhe pastaj do të na çullet shumë sok baklava. Pra nuk duhet na bëhet ashtu e qullur, duhet na mbetet pak lëngu më i trash. Lejojmë tani që shërbeti të ftofet tërësisht. Në këtë recetë, shërbeti duhet jetë akull i ftoftë. Largojmë anësh dhe vazhdojmë tani që ta përgatisim baklavën. Kjo baklava është një nga ato recetat e pakta e cila nuk përgatitet me peta të bëra vetë, por duhet që ta përgatitni me peta të blera. Në total do të përdorim 500 gram peta të gatshme për baklava, por jo të ngrira, të freskëta. Tepsinë ku do ta pjekim baklavan dhe vazhdojmë që t'i prejmë petat në madhësi të tepsisë. Tepsinë ku do ta pjekim baklavan, fillimisht do ta lyem me gjalp të shkrirë. Në total do të kemi nevojë dikon parafërsisht për 350 gram gjalp për ta përgatitur tër baklavan. Siguroni që t'i lyeni mirë edhe pjesët anësore. Pasi petat cilët po i përdor unë janë shumë të holla, do i marrim nga 2 dhe do të vazhdojmë të rendisim në tepsi. Do të shtojmë gjalp në çdo 5 peta. Spërkatim mirë me gjalp të shkrirë. Tani që jemi në mes, vazhdojmë që t'i shtojmë edhe arat. Unë në tepsi po i shtoj edhe ato pjesë të vogla, cilat i kam prirë, duke i renditur, duke i bërë në shirita, 2 nga 2, do t'ju tregoj tani. Pra të gjitha paketimin e petave do t'a përdorim. Tani që jemi në mes, shtojmë pak gjalp. Vazhdojmë e shtojmë mbushjen me ara. Në total, unë po përdor 500 gram ara të bluara. Me dorë sigurohemi që do t'i përhapim në mënyrë të barabartë mbi tërë sipërfaqen e baklavës. Vazhdojmë i rendisim pjesët e mbetura të petave. Pra po e vrini, po i shtrojmë edhe këto të voglat në këtë mënyrë të kemë mbuluar tani këtë pjesën e qoshave. Mos harroni, shtoni gjalp. Tani që i kemi renditur gjitha petat e baklavas, vazhdojmë që ta prejmë baklavan. Do ta ndajmë një herë në mes. Në këtë mënyrë do të orientohemi më mirë për t'ia dhënë formën. Pasi e ndajmë në mes,
edhe një herë në mes se cilën. Dhe tani vazhdojmë të ndajmë 5 katror nga ana tjetër. Pra bëni matjen që t'ju dalin gjitha të barabarta. Pasi e kemi prirë, vazhdojmë që të shtojmë sipër gjalp, por bëni kujdes. Mos e merrni pjesën e bardhë nga gjalpi, sepse do ta qull baklavën dhe do të digjet. Pra, unë po e marr me kujdes. Në këtë mënyrë. Pasi e kemi mbuluar tër baklavan me gjalp, tani është koha e pjekjes. Gjatë pjekjes, gjithmonë duhet bëni kujdes, asnjëherë mos ta pjekni në zjarr të lartë. Edhe pse është me peta të gatshme, duhet që të pjeket dal nga dal, që të sigurohemi që e gjithë baklava do të na pjeket njëjtë si brenda ashtu nga jashtë. Fura është e parangrohur mirë në 180 gradë dhe ashtu në temperaturë mesatare, do ta pjekim dikon përafërsisht për 1 orë. Pas 1 ore do ta kontrollojmë a është pjekur baklava. Nëse jo, vazhdojmë e ndalojmë zjarrin dhe e pjekim dikon edhe 15 minuta tjera. Dhe pas 1 ore e 5 minuta në furrë, baklava ka marrë një ngjyrë të artë, është pjekur mirë dhe sapo e kam larguar nga fura. Lejojmë që të ftofet vetëm 5 minuta, të largohet nxehtësia e madhe dhe vazhdojmë që t'ja hedhim sipën sherbetin e ftoftë. Dhe tani që i ka kaluar nxehtësia e madhe baklavas, vazhdojmë dhe ja shtojmë sipër sherbetin me qumësht. Keni frikë, nuk është shumë, dhe ta thith baklava sherbetin. Lejmë të pushoj tani baklavën dikon për 20 minuta, derisa të sigurohemi që e ka tërhequr tër sherbetin dhe pastaj vazhdojmë që sipër ta dekorojmë dhe të lejojmë që të na ftofet. Për ta dekoruar sipër që kakao mos na bëhet shumë e hidhur, kam shtuar një lugë gjelle me sheqer pluhur. Përzijeni mirë dhe tani më kakao nuk do t'jetë e hidhur kur t'ja shtojmë sipër. Mund ta vreni që vetëm pas 5 minutave baklava më vetë se e ka tërhequr sherbetin. Një pjesë e vogël duhet mbetet ashtu që ta ruajmë baklavan, sepse pa sherbet baklavaja nuk qëndron. Tani vazhdojmë sipër ta mbulojmë me kakaon, cilën e kemi bërë me sheqer pluhur. Do të vazhdoj që mbi secilën pjesë baklavaje të shtoj nga pak ara. Mund të shtoni edhe fëstëk të bluar nëse keni dëshirë, por e di që shumica nga ju nuk mund ta gjeni fëstëkun e bluar, dhe për atë arsye edhe unë po e bëj sot me ara, që ta keni edhe ju të njëjtë si timen. Tani e vendosim në frigorifer që të pushoj më spaku 1 deri në 2 orë dhe pastaj do ta shërbej dhe do ta bëj edhe demonstrimin e recetës nga afër. Shpresoj që do ta provoni edhe ju, do ta gatuani këtë baklava dhe do ta shijoni për Bajramin. Deri në video recetat e radhës, mbeteni të përshëndetur nga unë.